22. Dhikri. Dhikri apo zikri është madhërimi dhe lavdërimi i Allahut Xheleshenhu pas namazit. Kur e përfundojmë plotësisht një namaz, është mirë të lexohet salati, ajetul kursia, tesbihu dhe të bëhet duaja. Salati dhe temgjidi. Ala Rasulillahi salavat. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Përkthimi. Mbi pejgamberin e Allahut të bëhet salavat. O Allahu im, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij. Lavdia qoftë mbi Allahun dhe falënderimi i përket atij. Nuk ka zot tjetër posa Allahut. Allahu është më i madhi. Nuk ka forca as fuqi pos me Allahun të lartësuar madhështor. E atëherë lexojmë Eudhu Billahin dhe Bismillahin dhe fillojmë të lexojmë ajetul kursin. Ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Përkthimi. Allahu është, s'ka tjetër Zot përveç Tij, i cili jeton përgjithmonë dhe zotron mbi të gjitha krijesat. Atë nuk e ka plon as kotja as gjumi. Të ati janë të gjitha ato që gjenden në qiej dhe në tokë. Kush mund të angazhohet për ndokënd pa lejen e tij? Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë në të ardhmen. Por njerëzit nuk dinë asgjë nga dienia e tij, përveç asaj që ai ka dashur t'ua tregojë. Froni, madhëria e tij përfshin qiejt dhe tokën, dhe atij nuk i vije rënd të i ruajë ato. Ai është shumë i lartë, i madhëruar. Kur përfundojmë ajetul kursi, atëherë lexojmë tesbih. Ja Rabbi dhel Gjelali subhanallah. Dhe theksojmë maksimën subhanallah 33 herë. Pastaj lexojmë subhanal baki daiman alhamdulillah. Dhe theksojmë elhamdulillah 33 herë. Në fund lexojmë Rabbil alamin ta'ala sha'nuhu dhe theksojmë Allahu Ekber 33 herë. Tesbihet si gjësend i marrin për lehtësi numrimi, por mund të i bëjmë edhe përmendësh. Pastaj lexojmë La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Që në përkthim do me thënë, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, i vetëm është ai, nuk ka shok, pa të janë sundimi dhe falënderimi, ngjall dhe vdes. Ai është gjallë dhe nuk vdes. Në dorë të tij është hajri dhe për gjithçka është caktues. Dhe ne të dërguam ty o Muhammed, pos si mëshirë për botët. Në këtë rast ngrihen duar dhe me shuplaka të hapura të duarve lexohet duaja. Në rast se nuk e dim duan e veçantë, mund ta lexojmë edhe surën Fatiha. Duaja e namazit.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Përkthimi. Kërkoj mbrojtjen, strehimin e Allahut nga shejtani i mallkuar. Në emër të Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Lavdrimi është për Allahun, Zot i botëve. Qoftë mëshira dhe bekimi i tij për të zgjedhurin ton, Muhamedin, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e tij. O Zoti ynë, prano prej nesh namazin ton. Ti vërtet je që i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Pranoje edhe pendimin ton, se padyshim ti pranon pendimet dhe je mëshirues i madh. Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi me zjarr. Zoti ynë, më fal mua, prindrit e mi dhe besimtarët, ditën kur do të japim llogarin. Qoftë i lavdëruar Zoti yt, Zoti i madhërisë, dhe qoftë i pastër nga ajo që ia përshkruajnë ata. Dhe përshëndetje e madhe qoftë mbi pejgamberët dhe falënderimi qoftë për Allahun, Zotin e botëve. El Fatiha. Harresa në namaz, sehvi sejdja. Sehvi sejdja është përmirësimi i lëshimeve në namaz, qoftë plotësimi i ndonjë mangësie ose ndonjë veprimi të tepërt që bëhet gjatë namazit, duke harruar ose pa vetëdije. Ajo bëhet nëse ndonjë nga farzet e namazit vonohet, apo nëse është vonuar apo lëshuar tërësisht ndonjë vajxhib pa u kryer. Përkatësisht, kur njeriu pa qëllim në namaz bën diçka ndryshe nga ajo që kërkon dispozita, harron surën Fatiha, surën tjetër apo uljen e parë, duhet të i bëj 2 sejdë që i quajmë sehvi sejdë. Sehvi sejdja bëhet atëherë kur na bie ndërmend harresa që kemi bërë gjatë namazit. Në fund të namazit, lexojmë vetëm etehijatin dhe japim selam vetëm në anën e djathtë. E pastaj bëhen 2 sejdë sikurse në çdo namaz. E pastaj sërish lexohet etehijati, salavatet, duat dhe jepet selam. Me këto veprime, harresa në namaz është kompenzuar. Nëse gabimi është i qëllimshëm ose është braktisur farzi, namazi duhet të përsëritet.